Përshëndetje dashur miq, uroj të jeni mirë të gjithë. Ritakohemi në këtë bisedë të ditës së sotme, ku do të bëjmë një analizë jashtëzakonisht të rëndësishme, e cila erdhi si rezultat i hasjes time, i përballjes time me një video nga një doktoresh Ana Cohen, izraelite nga Vlora, e cila ka qenë në një intervistë tek Rudina Xhunga, tek dritarja.net, ju e dini dritaren.net, Dritan Hilës dhe Rudina Xhungës, televizion dhe media pranë qeverisë së Edi Ramës, dhe po përgatitet një lloj terreni psikologjik. Zonja Cohen ka shkuar për të folur për librin e saj që ka shkruar për hebrejt e Vlorës, dhe ju lutem, përpara se të hyjmë në një analizë të detajuar çfarë po ndodh në Shqipëri, ju lutem dëgjojeni pakës zonjën. Edhe ka fakte që në Vlorë, se mbaj mend vitin, base atere në 1492, kur arritën në Vlorë, Vlora kishte 90% hebre dhe 10% shqiptar. Edhe pasaj vash a vash, u ndërrua, çdo gjë ndryshoi. So, e kam më mirë të shpjeguar në libër, so kur ta lexoni. Prandaj, libri im nuk është vetëm historia ime. Libri im është edukativ, ka informacione aty. Siç e dëgjuat, zonja Ana Cohen flet për librin e saj, në të cilin dëshmon se kur kanë ardhur hebrejt në 1492 në Vlorë, atje kishte 90% hebrej dhe 10% shqiptar. Kjo propagandë dhe ky mesazh përcillet në një televizion shqiptar, në një televizion, në një dritare mediatike, e cila është pranë qeverisë Rama. Ju e dini shumë mirë, nuk ka nevojë se kam folur për këtë dhe nuk ka nevojë gjëra të tilla të ja shpjegoj, sepse ju i njihni mirë. Atëherë, këtu na duhet të bëjmë një pyetje të tmerrshme. Mos ndoshta po përgatiten shqiptarët dhe psikologjia e tyre, subkonscienca e tyre kulturore, historike, politike, identitare, mos vallë ajo është duke u përgatitur që tek nën shtresat e vetdijes saj të fillojmë të shtresëzojmë dhe të ngulisim idenë që 90% e Vlorës dhe rrethinave përreth saj kanë qenë shumicë hebre. Pra kanë qenë, do të thotë që Vlora pas ka qenë hebre. Ju e dini, nuk do hymë në histori, sepse unë nuk jam historian, edhe pse e lexoj historinë, sepse kush nuk e sheh historinë nuk mund të bëj politik. Historia fatkeqësisht përsërit vetveten kudo dhe sa herë që ajo ndodh përgjatë shekujve, kështu ka ndodhur. Çdo të thotë që t'i themi shqiptarëve, qoftë edhe duke bërë humor, jo me një libër të shkruar nga një personazh, nga një zonjë, Ana Cohen, e cila ka lindur dhe është rritur në Vlorë dhe më pas është larguar për në Izrael në fillim të viteve 90. Ju duhet ta keni patur parasysh se në fillim u bë edhe një gurgule e madhe në fillim të protestave të popullit shqiptar dhe filloi ajo beteja me izraelitët, me qifutët, dhe ne dolëm ju thamë që shiko, kjo nuk është një betejë kundër Izraelit, as kundër hebrejve, as kundër qifutëve, madje as kundër Kushnerit, që është dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump. Ju siguruam dhe ju tham që ne nuk kemi dalë në shesh për të ngrisur flamujt e Izraelit. Ju siguruam dhe ju tham se ata të cilët dalin dhe shkojnë tek ambasada dhe grisin flamujt e Izraelit janë agentë infiltruar nga Edi Rama dhe nga Beogradi në Tiranë për të krijuar narrativën se këtu ka një protest antisemite, anti-izraelite, anti-qifute e kështu me radhë. Ne kemi qenë shumë korrekt gjatë gjithë kohës, jo si organizator të protestës, sepse unë nuk jam organizator i protestës, por si një njeri i cili
ka kontributet dhe aksionet e tij në këtë protest e cila është duke ndodhur për 29 ditë. Sot në ditën e 30 protesta do të vijoj. Do të vijoj për Shqipërinë, jo vetëm për Sazanin, do të vijoj për Shqipërinë, për Durrësin, për Sazanin, për Zvërnecin, për Flamingot, për Lejlekun Kaçurel dhe për gjithë kaçurelsat dhe kaçurelset, ata që i kanë flokët e shtrira dhe me kaçurela, ata që janë qethur kare dhe balaboks, ata që janë esmer dhe bjond, ata që janë me sy bujqelli, me sy jeshil apo me sy të zi, malsorët dhe jugorët, dursakët dhe tironsit, lebrit dhe lalucerit, korçarët dhe e gjithë bashkë me çamët, i gjithë spektri shqiptar në trojet shqiptare dhe në diaspor, ju e dëgjuat zonjën se çfarë thot, me zë dhe me figurë, e cila bëhet në një televizion shqiptar që ka të gjithë suportin e qeverisë. Dhe zonja Rudina Xhunga e miraton zonjën me një pra ma kalo pa këtë se më vure në siklet. Ajo thot 90% hebrej në Vlorë, në 1492, e deri më sot 90% hebrej në Vlorë thot, por, mos harroni, 10% shqiptar. Dhe Rudina Xhunga e zën në mat, sigurisht e zën mat përballë asaj që do të dalë për shqiptarët, sepse Rudina e di se kë ka ftuar, e di pse e ka ftuar, dhe e di se përse po përcillet mesazhi. Pra fillimisht ne duhet kuptojmë që kemi një aleancë të hershme komuniste izraelite, që në fillimin, që në krijimin e komunizmit, nuk do hymë në historinë e filozofisë, as në historinë politike, por të bëhet një shtrëmbrim i frikshëm faktesh deri në këtë farë deregjeje, deri në këtë farë feje, të thuash Vlora 90% është qifute, është hebreje, me zë dhe me figurë, tek televizionet e përkëdhelura të Edi Ramës, këtu është një histori pak më ngatëruar se Flamingot dhe Rama, bashkë me ortakun e tij në opozit, dhe bashkë me hafijet e Beogradit në Prishtinë, në Maqedoninë e Veriut, dhe kudo ku gjenden ata, me sa duket kanë një pakt të madh për sundimin e Ballkanit dhe më pas për sundimin e Shqipërisë. Qëndrimi ynë si parti politike, unë jam pjesë drejtues i partisë Lëvizja dhe ju në opozit të përjetshme me Rame me Berish, asnjëherë pjesë administratës shtetit, qëndrojmë me mish dhe me thonj kundër një establishmenti hajdut që po të shmonton Shqipërinë për të blerë pushtet në lojën e madhe ndërkombëtare të kombeve. Sekti slavo komunist, me sa duket, ka edhe një prapaskenë izraelite, e cila kohët e fundit është intensifikuar fort, qoftë në dimensionin doktrinar, qoftë në dimensionin politik, qoftë në dimensionin historik, dhe të tilla fakte, të tilla dëshmi si të kësaj zonjës, janë fakte tronditse se ky lloj bashkëpunimi që ka jashtë zakonisht i hershëm. Çfarë do thot kjo? Shteti Izraelit u krijuar në 1948, kur filloi Nakba e madhe dhe filloi spastrimi etnik, filluan gjitha historitë. Aso kohë izraelitët ishin të zënë me kontrollin e Palestinës, me sa duket tani po përgatiten për t'i hedhur syt nga Ballkani, qoftë për dimensione gjeopolitike, çka është tërësisht normale, por që nga pak më e komplikuar se kaq historia, paska dhe pretendime territoriale, paska edhe tentativa për të përgatitur narrativën
publike që Vlora qënë ka hebreje. Dhe një dëshmi e tillë, të cilën ju duhet ta dëgjoni sërish, unë po ju tregoj ta dëgjoni edhe një herë me veshët tuaj. Erdhën thot edhe në Vlorë në 1492. Ka fakte që në Vlorë, se mbaj mend vitin, base atëre në 1492, kur arritën në Vlorë, Vlora kishte 90% hebre, 10% 90% hebre, 10% shqiptar. Avash avash. Çdo gjë ndryshoi. E kam më mirë të shpjeguar në libër, so kur ta lexoni, prandaj libri im nuk është vetëm historia ime. Libri im është edukativ, ka informacione aty, që njerëzit do mësojnë gjëra që nuk i kanë dëgjuar asnjëherë. E kuptuat? Libri nuk është vetëm historia ime, thot zonja Ana Kohin, izraelite nga Vlora. Në libër do të mësoni gjëra që nuk i keni ditur ndonjëherë, ka shumë gjëra edukative, ka dhe shumë gjëra të cilat si keni çuar ndonjëherë në përmot. Bukur shumë. Kjo më bën të kuptoj që loja është shumë më e madhe se sa që paraqitet, dhe se beteja që keni shqiptar për tokën tuaj, që është larë me gjak, do t'jetë një betejë shumë e vështirë. Nuk dua të demoralizoj askënd, sepse unë jam gati të vdes në shesh deri në fund. Deri në regjimin e kujdestarve të Beogradit në Tiranë, sektin e Hysni Kapos dhe të Xhelil Gjonit, sektin slavo-komunist, të cilët me sa duket kanë një aleancë sekrete me Beogradin dhe Izraelin, tashmë për të marrë në kontroll Shqipërinë dhe Ballkanin. Sigurisht unë nuk jam konspiracionist, as jam marrë ndonjëherë me konspiracion, dhe në dimensionin tim politik si lider apo si një drejtues i një formacioni politik që i jep ofertën shqiptarëve për të drejtuar vendin, për të zgjidhur hallet e Shqipërisë, pozicioni im ka qenë shumë i qartë gjithmonë, jo provokimeve, hebrejt dhe sionistët nuk janë e njëjta gjë, hebraizmi dhe sionizmi nacionalist nuk janë e njëjta gjë, dhe planet dhe politikat e Benjamin Netanyahus nuk janë i gjithë Izraelit. Dhe kemi thënë që Lëvizja e Dheu synon të ketë marrëdhënie të mrekullueshme me shtetin e Izraelit, dënon genocidin dhe ushtrin genocidal, aktivitetin genocidal kriminal të makinerisë ushtarake të Benjamin Netanyahus dhe të çdo personi tjetër. Jemi krenar që i kemi mbrojt hebrejt në luftën e dytë botërore, por ne nuk mundemi të pranojmë që Izraeli, Amerika, Anglia, Rusia, Kina, Europa apo çdo lloj shteti tjetër të mbrojnë apo të krijojnë narrativa historike të reja shumë larg të vërtetave historike, të cilat ulërin që kjo tokë shqiptare përfshi Vlorën, çdo centimetër të Vlorës, çdo centimetër të Zvërnecit e të Sazanit, të jugut e të Çamërisë, të Malësisë e të Luginës, të Prishtinës e të Mitrovicës, është tokë shqiptare. Bashkë me Iliridën, ku tashmë shqiptarët janë jo minoritet etnik, por element shtetformues në Maqedoninë e Veriut. Pa shqiptarët, kemi thënë në Maqedoninë e Veriut, Maqedonia nuk ekziston më. Të rikthehemi tek çështja jonë dhe të lidhim fijet njëra me tjetrën, pak e nga pak, shpejt e shpejt, me kujdes, me qetësi, me integritet intelektual dhe politik, që të sqarojmë njerëzit, jo t'i turbullojmë më shumë.
Përpara se të shkoni në protest, ju lutem ndihni me vëmendje në këto sekondat e para, sepse ajo që do të dëgjoni sonte nuk është thjesht një skandal. Kjo që dëgjuat nuk është thjesht skandal mediatik, është një atentat i pastër i historisë, i demografisë dhe i sovranitetit ton shqiptar kombëtar. Do të këshilloja zotin Marin Mema, vëllain ton Marin Mema, patriotin e madh, i cili është marrë me histori, edhe pse unë e kam kritikuar Marinin që merret me të shkuarën dhe nuk merret asnjëherë me të tashmen. Megjithatë, e kemi mbyllur një sy, edhe për faktin që zoti Mema i bën emisionet tek Top Channel-i, i cili më ka ftuar mua bujarisht për një kohë të gjatë, më ka respektuar si asnjë tjetër, sigurisht jo në këmbim të parave, që të jeni të qartë, Kreshniku çdo dalje në çdo televizion e ka bërë for free, falas. For free, falas. Gjithsesi, Kreshniku është respektuar nga Top Channel kohë më parë, vetëm për politikën e jashtme, dhe është refuzuar në mënyrë milimetrike për politikën e brendshme, sepse miqt e mi brenda Top Channel-it, zonjushat gazetare që kanë respekt personal për Kreshnikun, dhe unë kam respekt për to, pavarësisht se e kritikoj dhe e sulmoj Top Channel-in, nuk lejohet Kreshnik tha që ti të flasësh për çështjet e Shqipërisë dhe politikës brendshme. E njëjta gjë ndodh edhe me Marin Memën, ju duhet ta kuptoni, ati i është vënë në dispozicion instrumenti më i madh mediatik, ju kam thënë, Top Channel-i është industria më e fuqishme, është deep state-i mediatik shqiptar. Është institucioni më i fuqishëm, më i frikshëm mediatik shqiptar, i cili është vënë në shërbim të qeverisë së anti-shqiptarit Edi Rama dhe të ortakut të tij Sali Berisha. Tani, unë do ta këshilloja vëllain tim Marin Memën, sepse unë ju kam thënë, edhe kur ne përplasemi me njëri tjetrin apo kritikohemi, jemi vëllezër në fund të ditës, jemi shqiptar, kemi një gjak. Por golat po shalve me patriotizma nuk do të kalojnë asnjëherë dhe për asnjë arsye dhe për hatër të askujt. Në qoftë se Top Channel e lejon zotin Marin Mema, ju lutem njoftojeni vllain tim Marin Mema, ti propozoj Top Channel-it të bëj një emision dhe t'i kthej përgjigje kësaj zonjës Ana Kohin, izraelites që futes nga Vlora, se cila është e vërteta e arkivave për historinë e Vlorës, sepse pretendimi i zonjës se Vlora ka qenë 90% qifute dhe 10% shqiptare është një skandal historik, i cili pa dashjen tonë na bën të dyshojmë se plani që po gatuhet në Shqipëri qënë ka shumë më i holl se sa rrenat e slavo-komunistëve të Tiranës. Në ekranet shqiptare ju e dini çdo gjë është me porosi. Emisionet që paguen për të mbrojtur çdo pazar të këtij pushteti anti-shqiptar, qarkullon kjo deklarat që ka shtangur çdo vlonjat, çdo historian dhe çdo shqiptar me dy mend në kokë. Ana Kohin, një autore izraelite me origjinë nga Vlora, rritur dhe lindur në Vlorë, lëshon një bombë të frikshme historike. Citoj: kur erdhën hebrejt në Vlorë në vitin 1492, 90% ishin hebrej dhe vetëm 10% ishin shqiptar. Ndaleni pak shiritin. Ju që na ndiqni nga Vlora, nga Kanina, nga Labëria, nga Myzeqeja, a dëgjuat çfarë ju thash? Na nxorën pakic në shtëpinë tonë. Na nxorën qiramarrës në tokën tonë,
në vitin 1492. Sonte, unë kam dëshirë të pyes publikisht. Ç'është ky terror intelektual dhe historik? Kush po e përgatit popullin shqiptar me idenë se Vlora pas ka qenë me shumicë izraelite, hebreje? Pse pikërisht tani, në 2026, kur flitet për miliarda dollar investime në Sazan dhe në Zvernec nga zoti Jared Kushner? Pse po rishikohet historia e Vlorës në televizionet e Edi Ramës në Shqipëri? Çfarë po përgatitet? Është kjo thjesht një ignorancë e një autore apo një operacion i pastër psikologjik për t'i mbushur mendjen shqiptarëve se të huajt nuk po na marrin Bregdetin, por po kthehen në tokën e tyre historike, një lloj siç u kthye në Palestinë. Unë nuk po mere me thashethene, zonja dhe zotëri. Unë po ju bëj një analizë bërthamore për këdo që ka një pikë shqiptarie në gjak. E jam i të nxjerrim arkivat e 1520-s, çfarë flitet për lojën e madhe gjeopolitike që nga coptimi i Shqipërisë 913 te pushtimi slavo-komunist i 943-shit, koordinimi Tiranë-Beograd e deri tek interesat e mëdha të bankave të Rothschildve që dikur financonin Miloševićin kur ishte në Amerikë përpara se të kthehej në Serbi. Pse po heshtin shqiptarët televizionet dhe opozita e Shqipërisë? Pse po hesht Akademia e Shkencave e Gjinushit, Akademia e Beogradit? Akademia e Shkencave të Beogradit, duhet ta kuptoni mirë. Gjinushi ka qenë nga ustallarët dhe arkitektët e sistemit politik të Ramizalis në 990. Vëllezër dhe motra shqiptar, le t'i drejtohemi shkencës dhe arkivave zyrtare. Sepse mediat mund të mashtrojnë, për letrat kur jo. Me historinë e Vlorës nuk guxon të luaj askush. Në vitin 1492, Sultan Bayaziti II i pranoi hebrejt e dërbuar nga Spanja. Një pjesë e tyre u vendosën në qytetet bregdetare të perandorisë osmane, përfshirë Selanikun dhe Vlorën aso kohë. Por çfarë thon dokumentat zyrtare të kohës? Jo opinionet në për studiot e Xhungës, por defteret e regjistrimit popullsisë të njohur si Tahrir Defteri. Tahrir Defteri. Nëse shohim regjistrimet osmane të fillimit të shekullit të 16, konkretisht 1520, Vlora kishte afërsisht 1000 deri 1200 familje të krishterë, që ishin vendasit shqiptar, kishte gjithashtu mbi 200 familje muslimane shqiptare dhe rreth 400 familje qifute, sefardike, që merreshin kryesisht me tregti. Kush ka fuqi na korrigjoj, mund ta korrigjoj, nuk jam historian, por lexoj dokumenta. Thonin shifrat zyrtare këtë, edhe në kulmin e pranisë së tyre tregtare, brenda mureve të qytetit të Kalas, hebrejt nuk e kalonin kur 1/3 e popullsisë urbane të qytetit Vlorës. Po të dalësh një hap pas mureve në fshatrat e Vlorës, si dalësh në Labëri, në Lunxhëri, në të gjithë sanxhakun e kohës, popullsia ishte 100% shqiptare. Pra, deklarata e zonjës Ana Kohin se Vlora ishte 90% hebreje dhe 10% shqiptar, nuk është thjesht një gënjeshtër e pastër, është një absurditet kombëtar, matematik dhe historik, dhe një mashtrim flagrant. Shqiptarët nuk ishin kur minorancë në Vlorë, përkundrazi, Vlora ishte streha jonë shqiptare që u hapi atyre derën dhe u dha bukë. Dhe këtu vjen paradoksi i madh. Shqiptarët janë i vetmi popull në Europë që rrezikuan jetën e fëmijëve të tyre për të mbrojtur hebrejt gjatë Holokaustit prej nazistëve. Nuk e bën sepse Vlora ishte e tyre.
E bëm sepse kemi kodin e besës. Dhe sot trajtimi që na bëhet përmes këtyre narrativave televizive është një fyerje e rëndë për inteligjencën dhe për atë sakrificë sublime që bën të parët tonë në mbrojtjet hebrej. E jani ti lidhim pak pikat me realitetin e ditës. Pse po na bombardohet truri me këto deklarata? Pikërisht këto kohra. Kush po i rizgjon këto deklarata? Ju lutem, përpiquni ta kuptoni se këtu nuk ka kurfar koincidencë. Prej muajsh Shqipëria është kthyer në një arenë për plasjesh të mëdha gjeopolitike. Projekti i Jared Kushner, i dhëndrit të presidentit Trump për të marrë ishullin e Sazanit dhe për të ndërtuar resorte luksoze në Zvërnec dhe në Nart, ka ndezur alarmin gjeopolitik tek kancelarit europiane dhe ndërkombëtare. Loja është më e madhe. Shikoni çfarë po ndodh në terren. Plot 29 ditë, 30 ditë, protestat vazhdueshme në Shqipëri kundër ndërhyrjeve në Zvërnec dhe në Nart dhe kundër shitjes së Shqipërisë. Zyrtarisht na thuhet, këto janë protesta për kaçurelin, për flamingot dhe për pelikanin kaçurel dhe për këta zogj të rrallë. Pas këtyre protestave fshihet një përplasje titanësh. Europa, veçanërisht Gjermania, Vjena, Austria dhe gjithë aksi europian i vjetër janë duke kuptuar se këtu po ndodh një transakcion i madh gjeopolitik. Pse po ndodh? Sepse po kuptohet që ajo që po ndodh në Shqipëri nuk është thjesht një projekt për turizmi në buzë Adriatikut. Duket qartë që po jepet çelësat në dorë për një pikë të rëndësishme strategjike. Dhe këto janë të lidhura drejt për së drejti me lobe të shumta ndërkombëtare në New York dhe jo vetëm përfshi dhe lobin izraelit. Kjo është arsyeja përse mediat fanatike të Edi Ramës, si Dritarja e Xhungës dhe e Hilës, nxjerrin në sken Ana Kohin, shkrimtaren që thot Vlora është hebre, që të krijojnë një alibi morale. Duan t'i thonë publikut, mos u ndikoni nga protestat e mbështetura nga këta hajvanët e Gjermanisë, dhe që të mos e përmendin dot Gjermanin, sepse ka dokumentat dhe dosjet e Olsi Ramës, ja rrasin Iranit. Dhe Irani që ka pas protestave bashkë me shërbimet greke që mbushin autobuzët për protest bashkë me serbët. Për ta kuptuar deri në fund këtë lojë, duhet shohim se si funksionojnë fijet e padukshme të financës ndërkombëtare këtu në Ballkan, ato fije të cilat po përpiqen t'ju mbajnë sekret. Shqipëria është shitur dhe është coptuar vazhdimisht nga fuqitë e mëdha, ju e dini këtë. Kongresin e Berlinit 1878, konferencën e Londrës 1913, ku na lanë gjysmën e trojeve shqiptare jashtë kufive shqiptare. Dhe pas luftës dytë botërore, na dorëzuan në duart e një pushtimi slavo komunist prej 1943-shit, që zgjati për dekada dhe i cili u koordinua direkt me agjentat e Beogradit për të asgjësuar elitën nacionaliste shqiptare në duart e komunistëve të saj. Por çfarë lidhje ka Beogradi me bankat ndërkombëtare dhe me Izraelin? Jani të kuptojmë atë që shumë pak njerëz e përmendin. A dini se Slobodan Miloševići përpara se të bëhej kasap i Ballkanit dhe udhëheqësi i Serbisë ka qenë një bankier? Ai ka shërbyer si kryetari i Beogradska banka dhe ka kaluar vite të tëra në New York, duke krijuar lidhje të ngushta me qarqet e mëdha financiare ndërkombëtare, ku familje të mëdha si Rothschild kanë pasur gjithmonë ndikim vendimtar mbi fatet e Ballkanit. Edhe sot e kësaj dite po shohim një koordinim të çuditshëm në Rogos. Ndërsa kryeministri i Shqipërisë bën marrëveshje në Rogos
me Beogradin për agendat rajonale dhe kryesisht për t'i ngulur thikën Kosovës, njëkohësisht u fal ishujt dhe zonat tona më strategjike oligarkëve dhe lobistëve të lidhur me Izraelin dhe New Yorkun, dhe ndërkohë Ramush Haradinaj dhe Ali Ahmeti thonë marret ju vi që shkonin me ndihmu Shqipërinë. Po pse po na përgatisin me ndërisht që Vlora kishte 90% izraelit, hebrej? Sepse nëse ti pranon historinë, e ke më të lehtë të pranosh që edhe toka jote të tjetërsohet. Kjo nuk është thjesht një histori e vjetër. Kjo është gjeopolitika agresive e ditës së sotme, brenda luftës së tretë botërore që kërkon të zhvesë Shqipërinë nga pronësia mbi territorin e saj në zemër të luftës së tretë botërore. Vëllezër dhe motra shqiptar, ne nuk jemi një popull ksenofob, as racist. Ne jemi populli që i dha botës besën përfshi izraelitëve dhe shpëtoi mira jetë njerëzish kur e gjithë Europa i dërgonte ata të dhomat e Gazit të Hitlerit. Ne e kemi merituar dhe me vazhdojmë ta meritojmë sot respektin e botës, një herë kur shpëtua me brejt dhe sot që po zgjojmë të gjithë botën me protestat tona. Bujaria jonë historike nuk mundet të përdoren si thik pas shpine për të na tjetërsuar qytetet tona të shenjta. Vlora është e shenjtë. Vlora është qyteti flamurit, kuqezi, është qyteti Ismail Qemalit, është qyteti që u vadit me gjakun e djemve të Labërisë, që është 1920 për ta hedhur pushtusin në det. Vlora është e shenjtë, Vlora është aort, është zemër, është histori, është kujtim. Nuk ka qenë dhe nuk do t'jetë kur 90% hebreje. Ajo ka qenë dhe do të mbetet 100% shqiptare. Koha e gjumit shqiptar ka mbaruar. Këto emisione që bëjnë terror intelektual dhe historik duen demaskuar me fakte, si që po e bëjmë. Ndajeni këtë të vërtet me gjithë shqiptarët, sepse e vërteta është arma jon e vetme kundër shitjes së këtij vendi dhe zhdukjes së tij përfundimtare. Plan të kontrolluar dhe të dirigjuar nga Edi Rama, Belinda Balluku, shokët e tij në opozit, dhe tashmë pak nga pak po bëhet ortak edhe Spaku, i cili po flen mbi dosjen e Ballukut dhe kanë kaluar 6 muaj dhe nuk po guxon të çojë një letër të dytë në parlament për të kërkuar imunitetin e Belinda Ballukut, sepse ka frikë t'i lëshoj një kamxhik Edi Ramës në këtë moment që ai është duke u përballur me qindra mira shqiptarë në shesh, që zbresin çdo natë, çdo ditë, pa ju lëkundur qerpiku dhe syri në mbrojtjet atë dheu të tyre dhe të Shqipërisë. Kaq kisha vëllezër dhe motra sot, të gjithë në shesh, çdo ditë, deri në rrëzimin e kastës politike 83 vjeçare të Beogradit në Tiranë. Loja është shumë e rrezikshme, është shumë e komplikuar. Ndalojmë sot ata ose nuk ka më Shqipëri. Kush e merr si alarm, le ta marrë si alarm. Kush e merr si konspiracion, le ta marrë si konspiracion. Kush e merr si histori dhe si alert kombëtar, le ta marrë. Shqipëria është në moment kritik. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Kjo është refreni, kënga, britma, e cila e prish gjumin e satrapit dhe të ortakëve të tij, që Shqipëria e kanë bërë gati Shqipërinë ta shesin në tregjet ndërkombëtare, të lojës së kombeve në mënyrë që Rama dhe Berisha të vazhdojnë të sundojnë shqiptarët, bashk me familjet e tyre dhe dinastitë e tyre politike. O bëhemi sot, o nuk ka më Shqipëri. E megjithatë, fryma e himnit ton kombëtar dhe shpresa që del prej tij ka vetëm një devi, se Zoti vet e tha me gojë se kombet shuhen për mbi dhe
por Shqipëria do të rojë për të jetojmë ne. Miru ta kofshim, ka zhvillime të mëdha, po ndjekim në mënyrë milimetrike gjithçka po ndodh në Rogos. Kush do të vazhdoj të vijë me ne të ndërtoj garancin për Shqipërinë, ka numrin e lëvizjes atë aty. Kush do, le të vazhdoj të na pështyj dhe të na shaj. Një ditë, historia që ka pështymën më të egër dhe më të rrezikshme, do ta di ku ta hedh gëlbazën e saj. Dhe ju do të zgjidhni, do të jeni në anën e dritës apo në anën e tradhtisë dhe të thikës ndaj popullit dhe kombit tuaj. Miru dëgjofshim shpejt, të gjithë në shesh.